Sali Berisha kalon virozën dhe kthehet me shpejtësi në selin blu. Jo për gjë, po kur nuk është ai, hedhin valle, sa e ka edhe pa keq situatën pas humbjes dramatike të 11 majit dhe kush e di ka menduar, po ja marrim fare vendin. Në deklaratën e sotme për mediat, Berisha vazhdoi denoncimin e farsës elektorale të 11 majit, aty ku e kishte lënë. Është bërë i njohur i famshëm përfaqësuesi i kartelit Troplini, kartelit më të madh të kokainës në Europë, pas postimit nga vendet e tjera dhe zotrimit nga ky kartel të portit të Durrësit. Përfaqësuesi i këtij karteli dhe Edi Ramës, Arkend Balla, i parashikuar si ministri i brendshëm, njeriu që mori 5200 vota më shumë se Edi Rama në qarkun e Durrësit, është i lidhur shpirt dhe xhep me këtë kartel. Nga leximi i dokumenteve të tij, Arkend Balla, i cili pas largimit të një deputeti të PS u fut në parlament, ka deklaruar veten të punësuar vetëm në Universitetin e Durrësit. Por po të shihet me kujdes deklarata e pasurisë së tij, rezulton se nga data 1 qershor e vitit 2021 deri më datë 5 teti 2023, famozi Arkend Balla ka qenë i punësuar në kompaninë Nisatel. Kjo kompani, një nga ortakët themelues ka Sidrit Danaj, i cili sot zotron 100% të aksioneve. Kjo është një kompani që ofron shërbime interneti, telekomunikacioni e televizioni. Për periudhën 2015-2025, kjo kompani ka përfituar nga institucionet shtetërore 900.000 euro pagesa. Nisatel është një kompani që adresën primare ku ushtron aktivitetin e ka në Vlorë dhe kjo pas ullumtimeve është gjetur se si Arkend Balla u përzgjodh nga kjo kompani për të punësuar pranë saj. Deklaroi Berisha. Në fakt, informacioni që dha sot Berisha është kryekput i njëjtë me atë që ka denoncuar pamfleti pak ditë më parë. Mirpo sot kreu i demokratëve bëri edhe një tjetër denoncim të fortë kur tha se kryeministri Rama shkarkoi kreun e Gardës Republikës vetëm sepse i nxori sekretin që ka qenë në spital për probleme shëndetësore. E këtu Berisha u tha gazetarëve kur e pyetën për virozën që kaloi se ai është transparent përkundrejt standardit ndryshe të Edi Ramës. Dhëndri i Sali Berishës Jamar Bermaltezi kërkon revokimin e masës së sigurisë arrest shtëpie. Mirpo gjykata e posaçme ka vendosur ta shqyrtojë këtë kërkesë më datë 30 qershor, ditë që mbahet edhe seanca e parë gjyqësore për dosjen Partizani. Maltezi ndodhet në hetim për çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, për të cilën SPAK ka ndërmarrë hetime të zgjeruara që faktojnë skemat e dyshuara të favorizimit dhe shpërdorimin e detyrës për fshirë korrupsionin. Të pandehur në këtë dosje janë kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, dhëndri i tij Jamar Bermaltezi dhe 3 të tjerë përfshirë 2 biznesmenët Begeja dhe Bektashi. Gjyqtarja që do të vendos fatin e Berishës dhe të tjerëve është Elsa Ulliri, për cilën është hedhur akuza apo dyshimi kohët e fundit se është në konflikt interesi pasi është kushërira e deputetës demokrate Andja Ulliri. 6 zyrtarë të autoritetit rrugor shqiptar janë marrë të pandehur nga prokuroria e posaçme dhe do bëjnë burg për oligarkun Pollum Salilari. Thënë kjo pasi ata janë bishti në këtë histori dhe SPAK nuk dënon kokën. Bëhet fjalë për Arber Trokën, Miranda Shkurti, Nikolaj Shmihalin, Almir Hoxhajin, Eriona Zemanajin dhe Admir Pahumin. Këta zyrtarë me urdhër nga lart kanë diktuar për Salilarin tenderin 22 milion euro, rehabilitimin e segmentit rrugor mbi kalimi i Pallati me shigjeta rreth rrotullimi Shqiponja loti i parë. Për kopsitjen e letrave, sigurisht që zyrtarët kanë marrë në këmbim ndonjë kock, por thelat e majme janë ndarë si gjithmonë me Salilarit dhe peshëve të mëdhenj të politikës. Madje që të fitonte akoma më shumë në këtë punë, Salilari manipuloi volumin e punimeve duke u paguar për punë pakryera, vjedhje kjo e certifikuar nga supervizoria e tij Enti Laçano. Edhe një herë tjetër oligarku Salilari mbush xhepat dhe nuk i hyn gjembi në këmbë nga drejtësia. Turizmi dhe bujqësia e zhvendosi teatrin përmes deputetëve tanë të majit e të djathtë edhe në Strasburg. Në takimin e dytë të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit, Bashkimi Evropian Shqipëri, u diskutua për ecurinë dhe sfidat e 2 sektorëve kyç të vendit tonë. Deputetja e Partisë Socialiste Evis Kushi theksoi përparimin që sipas saj Shqipëria ka bërë në sektorin e turizmit bregdetar, është një ndër shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit dhe se është ndërmarrë një transformimi i mënyrës së menaxhimit të sezonit turistik. Ajo deklaroi ndër të tjera se synimi është që Shqipëria të bëhet vend drejtues në rajon për turizmin në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. Mirpo, të gjithë këtë panoramë të bukur ja zgaraviti deputeti koleg i opozitës. Demokrati Sajmir Korreshi kritikoi ashpër qeverinë Rama për neglizhencën ndaj sektorit bujqësisë, të cilën e cilsoi si vagonin e harruar të trenit drejt integrimit evropian. Ai akuzoi direkt qeverinë për skema preferenciale në shpërndarjen e subvencioneve për fermerët, ku përfitues kanë qenë oligarkë që janë kthyer në pronar serash, ndërsa fermerët e vegjël janë lënë pas dore. Edhe pse mbi 40% e forcës së punës në Shqipëri merret me bujqësi, nga qeveria nuk është bërë asgjë. Programet i PART 2 dhe 3 janë bllokuar për shkak të korrupsionit. Plerat kimike hyjnë në vend pa kontroll, ndërsa sistemi i vaditjes është ende në mesjet, deklaroi ndër të tjera Korreshi, duke shtuar se edhe në Blegtori situata është shqetësuese pasi fshatarët sot blejnë qumësht në qytet, një fenomen i kundërt me realitetin e dikurshëm. E po në këtë rast duar trokitja shkon për Korreshin, sepse të vërteta duhen thënë, Bashkimi Evropian ka hequr dhe fondet për bujqësinë se i kemi vjedhur. Këta bëjnë spektakël kot.
Bashkimi Evropian nuk tërhiqet nga vendimi për bllokimin e fondeve për fermerët shqiptar për shkak të korrupsionit dhe abuzimeve të rënda të konstatuara në përdorimin e fondeve IPARD nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor Rural AZBR. Miliona euro janë dhënë jo për bujqësi, por për biznese jo agrare të lidhura me kupolën e pushtetit, duke përfshirë oligark, trafikant dhe kryebashkiak. Këtë herë Bashkimi Evropian e ka vënë zyrtarisht në dieni kryeministrin Edi Rama se Shqipëria nuk do të përfitojë fonde bujqësore as për vitin 2026, duke theksuar se një nga arsyet kryesore është mosndëshkimi i abuzimeve me 138 milion euro të fondit IPARD për periudhën 2017-2021. Ndërsa publikisht mund të thuhet se fondet janë në hetim nga SPAK dhe se drejtësia është e pavarur, faktet tregojnë të kundërtën. Qeveria shqiptare jo vetëm që nuk ka bashkëpunuar me Olafin, Zyrën Europiane kundër mashtrimit dhe Eurojust, por në fillim u përpoq të pengonte edhe aksesin e tyre në dokumentacionin zyrtar të AZBR-s dhe të Ministrisë së Bujqësisë. Këtë herë Bashkimi Evropian nuk i është drejtuar më SPAK-ut pasi ka humbur besimin tek hetimi vendor. Në vend të kësaj ka zgjedhur t'i drejtohet vetë Edi Ramës me një vendim politik. Fondet mbeten të bllokuara edhe në vitin 2026 për shkak të zvarritjes së qëllimshme të hetimeve për dosjen Krifca AZBR. Besnik Fuqia, ish kryetari i komunës Kashar, sot figuron pronari mbi 6.000 metra katror tokë në Mëzez, Yrshek, Katunderi dhe Myll Bathore. Toka publike është kthyer në pasuri private përmes dokumenteve të firmosur ndër vite nga vet Fuqia, i cili më pas është arrestuar për falsifikime dhe dëmtime ndërtimore në lidhje me tërmetin e 26 nëntorit 2019. Pamfleti ka zbuluar se në emrin e Besnik Fuqis figurojnë të regjistruar të paktën 6 prona të mëdha në zonat Mëzez, Yrshek, Katunderi dhe Myll Bathore. Prona Trualli, Tok Ar dhe ndërtesa janë marrë përmes skemës së fitimit të pronësisë me emërtim të regjistruara në periudhën kur Fuqia ka qenë në funksione publike ose menjëherë pas tyre. Regjistrimet janë bërë me vlera fiktive dhe dokumente që nuk shoqërohen me blerje reale apo trashëgimi. Në total këto prona përbëjnë një sipërfaqe mbi 6600 m2 në zona me zhvillim intensiv dhe vlerë tregu shumë herë më të lartë se ajo e regjistruar në kartel. Asnjë nga këto prona nuk është hetuar, sekuestruar apo verifikuar nga ndonjë institucion. Nëse drejtësia kërkon të jetë funksionale dhe serioze, ky është momenti për të vepruar, sepse faktet janë të dokumentuara, emrat janë qartë dhe prona është e identifikueshme me të gjithë elementët ligjor. Një ngjarje tronditëse po zhvillohet në një nga zonat më të shtrenjta dhe më të lakmuara të Bregdetit shqiptar, ku ndërtuesi Mojsi Lazaj ka zaptuar tokë shtetërore në mënyrë brutale dhe po ndërton pa asnjë të drejtë ligjore, duke sfiduar hapur ligjet, institucionet dhe vetë autoritetin e shtetit shqiptar. Kur nuk arriti ta merrte tokën përmes një vendimi të Këshillit Bashkiak, ai e mori me forcë. Kur nuk ja doli me ligje, bëri me dhunë. Ajo që po ndodh nuk është më një shkelje administrative, është një veprim mafioz i pastër i shoqëruar me heshtjen e turpshme të gjitha strukturave shtetërore, nga ato lokale deri tek inspektorati ndërtimor dhe te organi akuzës. Ngjarja ka ndodhur në zonën elitare të ujit të ftohtë në Vlorë, një prej pikave më të shtrenjta të pasurisë bregdetare në Shqipëri, ku çmimi i një apartamenti ka shifrën 3000 euro për metër katror. Mojsi Lazaj, ndërtues dhe pronari i kompanisë Lazaj 2002, pasi mori një leje ndërtimi në janar për një truall, tentoi të përvecojë edhe një sipërfaqe tjetër toke shtetërore për të zgjeruar projektin. Më 29 janar të këtij viti, Këshilli Bashkiak i Vlorës i hodhi poshtë kërkesën me vota unanime, madje edhe me votat e këshilltarëve socialist, çka tregon se rasti ishte flagrant dhe i pajustifikueshëm. Në vend që të respektonte vendimin institucional, ndërtuesi nisi planin kriminal të zaptimit fizik të pronës. Në kulmin e fushatës zgjedhore, kur vëmendja e institucioneve ishte shpërqendruar, Mojsi Lazaj ndërhyri në terren, ngriti një mur betoni dhe rrethoi një sipërfaqe të konsiderueshme toke publike, mbi të cilën nisi ndërtime pa leje. Burimet të sigurta konfirmojnë se ndaj Mojsi Lazajt po përgatitet një kallëzim penal për disa vepra penale njëherëzi: ndërtim të paligjshëm në pronë publike, zaptim prone shtetërore me dhunë, falsifikim dokumentacioni për qëllime përfitimi dhe shkelje flagrante të vendimit të Këshillit Bashkiak. Ky nuk është një rast urbanistik, është një akt që sfidon shtetin dhe hap derën për precedent të rrezikshëm. 3 persona të rëndësishëm të botës së krimit të arrestuar në Dubai pritet të ekstradohen sot drejt Tiranës. Sipas njoftimit zyrtar të policisë së shtetit, 3 të arrestuarit që pritet të ekstradohen janë si ushtar të Taloçelës. Ata akuzohen për një sër veprash penale, ndërsa gjykata e posaçme ka caktuar masat e sigurisë arrest me burg. Bëhet fjalë për shtetasit Maksim Koçi, Ado Xhika dhe Ervis Daka. Ata dyshohet se janë pjesë e bandës së Taloçelës, ndërkohë që janë vënë pranga më datë 8 maj dhe pritet të ekstradohen ditën e sotme në Shqipëri. Ervis Daka, 38 vjeç, akuzohet për tentativë vrasje, sigurimi kushteve për vrasje në 2 atentate të rënda në dëm të Kej Pikut dhe Arjan Spahiut në vitin 2020. Daka është nën akuzë edhe për përkrajet e autorit krimit pasi Taloçelën e ka strehuar dhe i ka siguruar kushtet e nevojshme për jetesë. Ado Xhika, 40 vjeç, është nën akuzë për përkrajet e autorit krimit si pjesë e grupit kriminal për eliminimin e Ardian Çapjas gjatë sulmit me snajper, të cilit mundi t'i mbijetoi. Xhika për 2 vite me radhë ka ndihmuar Taloçelën të fshihet, ndërsa në 2020 shoqëroi një gazetar me qëllimin
intervistimin e të shumë kërkuarit. Maksim Koçi ka marrë pjesë në vrasjen e 2 personave, Klevis Kaplanit dhe një tjetri, si dhe ka siguruar kushtet për vrasjen e 2 të tjerëve, përfshirë ndihmën për fshehjen e Taloçelës. Ky fundit, një emër i njohur i botës së krimit, prej vitesh është në kërkim si një prej kokave kryesore të krimit në Elbasan me disa masa arresti. Ndërkohë nga ana tjetër SPA ka mbyllur hetimet për të shumë kërkuarin e drejtësisë Taloçela, si edhe për Festim Qolin. Prokuroria e posaçme ka ngritur akuzë për Festim Qolin për vrasjen e Elvis Dedajt dhe nënës së tij Fatmira Dedaj, ngjarje e ndodhur 12 vite më parë. Po ashtu, prokurorët e posaçëm kanë ngritur akuzë të re për Taloçelën. Personazhi i njohur i botës së krimit dyshohet për ekzekutimin e Fatmira Dedajt. Nga ana tjetër, prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për proces gjyqësor për 1 muaj një prej fraksioneve të dosjes Plumbi Art, bazuar në dëshmitë të penduarit të drejtësisë Nureddin Dumani. Çështja ka 11 persona të pandehur, shumë prej tyre edhe krerë të organizatave kriminale dhe emra të dëgjuar të botës së krimit. Nga Kosova nuk ka ndërmend të dalë tymi i bardh. Sot dështoi edhe seanca e 34 për konstituimin e kuvendit. Drejtuesi i saj, Avni Dehari, bëri me dije se 51 deputet dhanë votën pro për Albulen Haxhiun. Kandidatura e lëvizjes vetëvendosje për kryeparlamentare, 1 kundër dhe abstenim nuk kishte. Mirëpo, kuvendi nuk kishte quorum për konstituimin e tij. Ndaj në këto kushte Dehari paralajmëroi se tentativa e radhës, eksaktësisht përpjekja 35, do të zhvillohet më datë 21. Nga lëvizja vetëvendosje nuk tërhiqen për kandidaturën e Albulen Haxhiut, edhe pse kjo e fundit nuk i merr kurrë votat, pasi opozita e shes si figurë përçarse. E vetmja formë për të dalë nga kjo situatë bllokuese prej shumë muajsh, që pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë, është verdikti i gjykatës kushtetuese që pritet së shpejti. Nuk përjashtohet mundësia që vendi të shkojë sërish në zgjedhje të reja, pasi nëse nuk ka parlament, nuk ka as qeveri të re. 7 ditë luftë Izrael-Iran. Irani u hakmor gjatë natës duke kryer një sër sulmesh përfshirë atë të një spitali që u godit me raketë balistike. Për këtë reagoi vetë kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu duke paralajmëruar se tiranët terrorist do ta paguajnë shtrenjtë. Një val tjetër sulmesh me 20 raketa u kryen mëngjesin e sotëm nga Irani, disa prej cilave goditën drejt për drejt. Ndërtesat në Tel Aviv, Holon dhe Ramet Gan, ndërkohë që autoritetet vendase raportuan për disa të plagosur. Ndërkohë Izraeli sulmoi reaktorin e ujit të rënd të Iranit në Arak. Ana tjetër, mediat amerikane raportojnë se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për një sulm të mundshëm ndaj Iranit në ditët në vijim, ndoshta gjatë fundjavës. Mundësia e një sulmi amerikan gjatë kësaj fundjave është shenjë se Washingtoni po mbledh infrastrukturën në lindjen e mesme për të shkuar direkt në luftë kundër Iranit. Gjatë këtyre orëve, Hezbollahu ka lëshuar një paralajmërim të fortë se nëse goditet Ali Khamenei, mirëpo një zhvillim i fortë pritet të ndodhë të premten, ku ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka konfirmuar se do të takohet në Gjenevë me homologët e tij britanik, francez dhe gjerman, si edhe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme. Një tentativë kjo për zgjidhje diplomatike të situatës. Takimi është kërkuar nga 3 vendet europiane. Sinjal ky se Brukseli dhe kryeqytetet e mëdha të perëndimit po përpiqen të frenojnë për shkallëzimin e luftës mes Izraelit dhe Iranit. Gjasat janë, siç raportojnë mediat e huaja, që këto bisedime të fokusohen në rivendosjen e një marrëveshje të ngjashme me atë bërthamore të vitit 2015 për të shmangur një përballje të drejtë për drejtë me përmasa globale. Teksa e gjithë bota i ka syt në lindjen e mesme aktualisht për frontin e ri të luftës të hapur atje mes Iranit dhe Izraelit, ndërsa të tjerë fronte lufte janë të hapur, e të tjerë ekziston një rrezik i madh të hapen. Aleanca më e madhe ushtarake NATO po zhvillon një spastrim brenda saj, i ngjashëm me atë që ndodhi sapo Donald Trump rierdhi për herë të dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte po shkurton vende pune brenda aleancës më të fuqishme ushtarake në botë, me perspektivën e ristrukturimit të shpejtë në kohë rreziqesh të tilla. Ai planifikon të eliminojë 2 divizione dhe të shkurtoi 10 pozicione në selin qendrore në Bruksel. Ai në thelb po e dogon NATO-n, tha një zyrtar i aleancës, duke ju referuar përpjekjes drastike të udhëhequr nga Elon Musk për të zvogluar qeverinë federale të SBA-ve në fillim të këtij viti. Kur Rutte mori frerët nga Jens Stoltenberg vitin e kaluar pas një mandati 10 vjeçar të këtij fundit, ai përdori fjalimin e tij inaugurues për të njoftuar se kishte punë për të bërë për të përmirësuar aleancën. Është detyra ime të sigurohem që ne vazhdojmë ta përshtasim aleancën tonë me një botë komplekse, tha ai. Ndërkohë, frika ekziston ende se presidenti amerikan Donald Trump, i njohur për skepticizmin e tij ndaj aleancës, një ditë edhe mund të largohet prej saj. Ndërkohë që jemi përpara një samiti të rëndësishëm në Hag këtë të martë, ku do të marrë pjesë pikërisht presidenti amerikan Donald Trump, e ndoshta aty do të vendoset fati i NATO-s në raport me Amerikën. E teksa bota i ka kthyer sy tek fronti i ri i luftës në lindjen e mesme, atë mes Iranit dhe Izraelit, duket se një tjetër front lufte
mund të shkojë drejt paqes. E kemi fjalën për Ukrainë-Rusi. Kreu i Kremlinit Vladimir Putin po jep sinjale të qarta për një mundësi negociatash me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky, pavarësisht se kushtet i ka të qarta ende. Gjatë një takimi me drejtuesit e agjencive kryesore ndërkombëtare të lajmeve, presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se nuk e konsideron riarmatosjen e NATO si një kërcënim të drejtë për drejtë për Rusinë. E duke folur për këtë, ai u shpreh shumë i gatshëm për një takim me homologun ukrainas Volodymyr Zelensky, por vetëm në një fazë përfundimtare të negociatave me qëllimin për të mbyllur përfundimisht luftën. Mirëpo nga ana tjetër, Putin duket se po provokon fort kur ngre pyetjen se kush do ta nënshkruajë marrëveshjen e paqes, pasi ai vë në pikë pyetje legitimitetin e Zelenskit, mandati i cilit ka përfunduar që në maj të vitit 2024. Mirëpo për shkak të ligjit ushtarak, zgjedhjet presidenciale në Ukrainë nuk janë zhvilluar. Gatishmërinë për të ulur me homologun rus Vladimir Putin e ka thënë më herët edhe vetë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky. Presidenti amerikan Donald Trump e shumë ndërmjetës të tjerë janë përpjekur shumë kohët e fundit, por asgjë konkrete nuk u arrit me negociatat e dialogjet që janë zhvilluar kryesisht në Turqi kohët e fundit. Mirëpo për rreth një javë vëmendja ka kaluar në lindjen e mesme dhe çështja Ukrainë-Rusi ka kaluar në plan të dytë. Një tjetër front i hapur lufte, teksa ka hyrë në konflikt me Iranin, Izraeli e ka të hapur edhe në Gaza. Nga kjo e fundit vijnë të dhëna tronditse, pavarësisht se vëmendja e botës ka kaluar në konfliktin e ri Iran-Izrael. Katastrofa në Gaza vazhdon. Agjencia për mbrojtje civile në Gazë thotë se si pasojë e sulmeve izraelite të orëve të fundit janë vrarë të paktën 25 persona, përfshirë 15 që ishin mbledhur pranë një qendre për shpërndarjen e ndihmave. Zyrtarët e kësaj qendre i thanë mediave të huaja se 15 persona u vranë dhe 60 të tjerë u plagosën teksa po për ndihmë në korridorin Netzarim, në pjesën qendrore të Gazës, ku mijëra persona mblidhen për ditë me shpresën se do të marrin ushqime për mbjetesë. Ndërkohë në kundërpërgjigje, ushtria izraelite thotë se po i heton raportimet e fundit për sulme vdekjeprurse pranë qendrave të ndihmave në Gaza. Ndoshta konflikti i ri me Iranin do ta bëjë Izraelin të tërhiqet nga masakra që po shkakton në Gaza, ku çdo ditë humbin jetën shumë të pafajshëm, mes tyre edhe shumë fëmijë. Ndërkohë që Organizata e Kombeve të Bashkuara, por jo vetëm, ngren alarmin për dita më shumë për njerëz që po vdesin edhe nga uria dhe kushtet e mbjetesës. Gaza ka nevojë për ndihmë, por edhe kur këto të fundit mbërrin atje, Izraeli ndërhyn dhe i pamundson. Pasi u nda nga presidenti amerikan Donald Trump, Elon Muskut nuk po ecin punën fare. Starship 36, një nga anijet kozmike gjigante të SpaceX me të cilën Elon Musk aspiron të pushtojë planetin Mars, shpërtheu gjatë një prove rutinë në qendrën e kompanisë në Starbase, Texas. Incidenti, që ndodhi vetëm pak para një prove statike, shkaktoi shkatërrimin e anijes kozmike dhe dëmtime në infrastrukturën përreth. Megjithatë, fatmirësisht nuk pati lëndime në njerëz. Sipas ekspertëve, shpërthimi ndodhi rreth 30 minuta pasi nisi ngarkimi i lëndës shtytëse dhe para se të aktivizojë testi statik në cilin motorët ndizen pa nisur automjeti. Mbrëmjen e dieshme u kurorëzua më e bukura e trevave shqiptare për vitin 2025. Miss Shqipëria 2025 zgjidhet Valentina Gegprifti. Kurora shkoi për Valentinën pasi kjo e fundit spikati për prezencën e saj skenike, bukurinë dhe buzëqeshjen mahnitse, duke fituar duar trokitje të gjata e vlerësim maksimal nga juria dhe njëkohësisht publiku. Juria e këtij edicioni përbohej nga emra të njohur të lifestyle-it e showbizit shqiptar, si Meridian Ramçaj, Ledina Çelo, Kiara Tito, Eraldo Rexho, Eli Donaliti, Anila Basha, Greta Lila dhe Klea Lagonia. Mbrëmja gala u zhvillua në ambientet e amfiteatrit në Tiranë dhe ishte mbushur plot me emocione.